por se kjo lumturi gjendet në zemrën e besimtarit. Kjo lumturi gjendet në një zemër të devotshme dhe në një vepër të mirë, në veprat të cilat Allahu Azza wa Jalla na ka urdhëruar me i bë. Meleku i vdekjes këtij person e mbulon me një copë prej copave të xhennetit edhe e parfumos me një parfum prej parfumeve të xhennetit. Mandaj ky shpirt ngrihet për në qiell. Ngrihet për në qiell ndërkohë që era e tij i vjen shumë e mirë. Edhe nuk ka grup prej grupeve të melajkeve që janë në qiell vetëm se doje që me kalu përmes atij grupi. Dikush thret, fot sadaqa abdi. E tha të vërtetën robi jem. E tha të vërtetën robi jem dhe i thohet se efrishuhu min al-janna. Shtrojini atij shtroje prej xhennetit, wa albisuhu min al-janna, edhe vesheni me rroba prej xhennetit, waftahu lahu baban ila al-janna. Edhe hapini atij një derë prej dyrave të xhennetit. Edhe i hapet atij vorri i shpirtit besimtar, i hapet vorri atësa shef syni, edhe i paraqitet atij vendi i tij në xhennet, mjes edhe në darkë, ndërkohë që ky është në vorrin e tij. Edhe ky për gëzimit vonë që ka më thënë Rabbi aqimis sa'a. O Zoti më bëna që më noh dita e gjykimit, më noh kiametit, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Një grup për në xhennet edhe një grup për në zjarr. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot faminhum shaqiyyun wa sa'id, dhe ka prej atyre që kanë me kanë të dëshpëruar dhe ka prej atyre që kanë me kanë të gëzuar. Tregon se Allahu azza wa jalla ka thënë në hadith qudsi, thot a'dadtu li ibadi as-salihin, kam përgatit për robërit e mi besimtar, ma la 'aynun ra'at, ato që nuk e ka pa syni, wala udhunun sami'at, edhe veshi nuk e ka dëgju, wala khatara ala qalbi bashar, edhe nuk e ka imagjinu mendja e njerit, nuk e ka imagjinu mendja e njerit. Respekton Abdullah ibn Mas'udi, na treguat se çfarë pozitë të shpërblimit ka tek Allahu Azza wa Jalla. Imagjinojeni sikur të kena tonë mirësitë e dunjas, qysh kur është kriju bota, qysh kur ka kriju njerëzimin, qysh kur ka kriju toka, e deri në shkatërimin e saj. Tonë to mirësi që gjenë me. Plus 10 fishin e tyre mirësi. Kjo është grada dhe shpërblim që i jep Allahu Azza wa Jall atij besimtarit me rangun më të vogël. Xhenetliut me rangun më të vogël. Ishte një ditë me sahabët, i drejtohet sahabëve duke i thënë shokëve të tij: "Lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi'amalihi." Asnjëri për jush nuk ka me hinë në xhenet me anë të veprës së vet, me anë të punëve që ka vepruar. Qalu wala anta ya Rasulullah. I thanë as ti o i dërguari i Allahut. Qala la. Tha jo, as unë, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Vetëm nëse Allahu Azza wa Jall më përfshin mu me mëshirën e tij. Marrët në ditën e gjykimit njeriu më fatkeq, njeriu më me hallë, më me probleme, por se është prej xhenetlive. Marrët edhe futet në xhenet edhe nxirret, vetëm futet edhe nxirret. Edhe pyetet, a ke pas ndonjëherë hallë, probleme? Në dynja e thot, pasha Allahu s'kam pas, kur s'kam po keq. Kurse në krahun tjetër, merret njeriu që ka pas të mirat më të mëdha në këtë botë. Edhe ka kanë mosbesimtar, nuk e ka besuar Allahun Azza wa Jalla. Ka përjetuar për të mirave më të mëdha, por se është shkruar me kanë për banorët e xhenemit ky person. Merret edhe futet në xhenem edhe nxirret, vetëm futet edhe nxirret. Edhe pyetet, a ke pa ndonjëherë ndonjë hajër, ndonjë të mirë në dynja? Thotë kjo kur s'kam pa të mirë. I harron tonë ato të mira që i ka pa. Besimtari duhet me e ditë që nëse kërkon lumturinë në vetvete, nëse kërkon lumturinë në shtëpinë e tij, nëse don me i largu problemet për familjes së tij, nëse don me i përmirësu fëmijët që i ka te shtëpia, ai nëse don me rregullu shoqërinë që ka përreth, nëse don me rregullu vendin e vet, nëse don me jetu i qetë, me jetë të qetë, po zemrën e qetë, me vdekje të mirë si musliman, edhe me u ringjall me një ringjallje të mirë duke përfituar shpërblimet e Allahut Azza wa Jall, dhe të kapet për devotshmëri, dhe të kapet për veprat e mira kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe të përqet fort.
Të gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmën dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu Azza wa Jall për vehteve tona dhe për punëve tona të këqija. Atë të cilin Allahu e udhëzon nuk ka se kush e humb, dhe atë të cilin ai e humb nuk ka se kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Gjemati në rrumë, sot kemi me folë për një çështje që shumë njerëzve kërkojnë. Një çështje që shumë njerëzve i mungon. Çështje të cilën e kërkon i malli e i vogli, e cila është lumturia, gëzimi, me kënë pas njëri, me pas lumturi. Shumë njerëz nuk arrin me gjetë lumturinë dhe thonë që unë nuk kam arrit me gjetë lumturinë e vërtet. Dhe rrugët e njerëzve, mënyrat e njerëzve për ta kërkuar lumturinë janë të ndryshme. Shumë për njerëzve e kërkojnë lumturinë në anë të shtimit të pasurisë, kërkojnë me shtu pasurinë për me arrit lumturinë. Edhe nëse këto rrugë janë rrugë të haramit, rrugë të cilat Allahu Azza wa Jall i ka ndaluar. Dhe në momentin që kërkimi i pasunisë në mënyrën e haramit vjen në kundërshtim me adhurimet e Allahut Azza wa Jall, vjen në kundërshtim ndoshta edhe me namazin, atëherë shejtani i këtij personi do të më thonë hayya al-salah, hajde për namaz, jetët hajde për në shtimin e pasunisë. Gjendja e këtyre njerëzve është si puna e atyre për të cilët ka folë Allahu Azza wa Jall kur thotë alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ju ka preokupu ju shtimi i dunjas, shtimi i pasunisë, i fëmijëve e më radhë, derisa të bëheni vizitor, të vizitoni varret, të bëheni banor të varreve, pra derisa të vdisni, thot Allahu Azza wa Jall. Disa njerëz të tjerë tentojnë me gjetë lumturinë duke shtu fëmijë, dikush duke udhëtu, duke shku për të një vend tjetër. E në fund të ditës asnjëri për ty nuk arrin me gjetë lumturinë e vërtetë. Bile disa për njerëzve kanë hub shpresën prej arritjes së lumturisë, edhe kanë thënë që lumturia është një mirazh i rrem, është diçka imagjinore që nuk ekziston. Kurse këto njerëz nuk e dinë që lumturia ekziston. Wallahi, lumturia ekziston, është e vërtetë. Por se kjo lumturi gjendet në zemrën e besimtarit. Kjo lumturi gjendet në një zemër të devotshme dhe në një vepër të mirë, në veprat të cilat Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar me i bë. Gjendet tek devotshmëria e Allahut subhanahu wa taala. Gjendet tek ai që Allahu Azza wa Jall i ka bërë risk me pas një zemër të devotshme. Gjendet tek ai që Allahu Azza wa Jall i ka bërë risk me qëndru tek haramet e Allahut Azza wa Jall edhe mos me i vepru. Me qëndru tek urdhnat e Allahut Azza wa Jall edhe me i bë ato urdhna, ato detyra që Allahu Azza wa Jall na i ka urdhëruar karshiti. Edhe siç e dina, kjo lumturi është tamam rahatia e zemrës, qetësia e shpirtit. E siç e dina po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar që zemrat e njerëzve janë mes dy gishtave për gishtave të Rahmanit, të Allahut Azza wa Jall, i rrotulluar ashtu siç don ai. E kjo lumturi që Allahu Azza wa Jall e jep robërit e vet besimtar është dhuratë prej Allahut. Është dhuratë që e jep robërve të vet të devotshëm. Kurse a dën më thonë kjo që muslimani i devotshëm, robi i Allahut Azza wa Jall nuk sprovohet, nuk mërzitet, nuk lodhet, nuk ka halle, nuk ka probleme. Jo, absolutisht shef. Secili musliman sprovohet edhe sprovohet në bazë të imanit, në bazë të besimit që ka. Njerëzit që kanë pas provat më të mëdha, problemet më të mëdha, hallet më të mëdha kur kanë pejgamberin e Allahut Azza wa Jall, siç ta tregon profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe mas tyne vinë ato që vinë, mas tyne në rangun e imanit, në rangun e besimit. Muslimani sprovohet në bazë të besimit që ka. Por se komplet kjo që i njoh muslimani, halle probleme, sprova në jetë, të tana këto janë të mira për muslimanin.
Edhe muslimani dhe pse ka hollë ka probleme vazhdon me kanë gëzu. E kjo duke u bazuar në hadithe e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili na tregon duke thënë ajaban li amril mu'min. Çështja e besimtarit të profetit sallallahu alaihi wasallam është e habitshme. Pse? Inna amrahu kulluhu lahu khair. Këtë çështja e tij është e mirë për të, për profetin sallallahu alaihi wasallam. In asabathu sarra shakar. Nëse ati në një gjë e mirë për Allah azza wa jall, ai e falënderon Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kana dhalika khayran lahu, e kjo është një gjë e mirë për të. Wa in asabathu darra sabar. Dhe nëse ati në një sprovë, një fatkeqësi, një vështirësi, ai bën durim. Kur punoj kësaj gjëje që Allahu azza wa jall i ka thënë. Fa kana dhalika khayran lahu, edhe kjo është një gjë e mirë për të, sepse me anë të durimit ati rritet grada tek Allahu azza wa jall, i rritet pozita tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe vazhdon të thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Edhe kjo gjë i njoh vetëm besimtarit, për askujt tjetër. E pra çdo gjë që i njoh besimtarit është e mirë për të, dhe besimtari vazhdon me kanë i kënaqur në Allahun azza wa jall, zemra e tij vazhdon me kanë e qetësuar, e rehattuar. E kjo është ajo lumturi që Allahu azza wa jall i ka dhënë muslimanit të devotshëm. I ka dhënë muslimanit atë gjë që është i kënaqur me atë që Allahu azza wa jall i ka dhënë. Nuk kërkon më tepër. Atë që i ka dhënë Allahu azza wa jall është i kënaqur. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thot man kanat al-akhiratu hammahu. Ai i cili palli i kryesor, preokupimi i kryesor është bota tjetër, ahireti, fa ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi. Allahu azza wa jall e bën zemrën e tij me kanë e pasur, e bën me kanë e kënaqur me atë që Allahu azza wa jall i ka dhënë, e bën me kanë e qetë, e rehatuna. Wa jama'a lahu shamla. Edhe çështjet e tij i rregullon. Çështjet e robit besimtar Allahu azza wa jall i rregullon. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Edhe ati i vjen dynjaja ndërkohë që është e nënshtruar. Kjo është pjesa e parë e hadithit. Tash shikina atë llojin e dytë të njeriu. Vazhdon të thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat ad-dunya hammahu. Edhe ai person i cili dynjaja është preokupimi i tij kryesor, halli i tij kryesor. Ç'në me këtë person? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi. Allahu azza wa jall varfënia vën mes dy syve të tij. Wa farraqa 'alayhi shamla, edhe vështirëson çështjet. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Edhe në përfundim atij nuk i vjen prej dunjas vetëm se atë që i ka caktuar Allahu azza wa jall atij, nuk i vjen asnjë gjë më tepër. Pra subhanallahu le të krahasoj mes këtyre dy gjendjeve, mes këtyre dy lloje personash. Ky i dyti, i cili dynjaja është preokupimi i tij kryesor, është halli i tij kryesor, zemra e tij është në mushtu. Ai edhe deri kur shkan për me fjet gjumë, ai kur sjell një krah e ka mendën në disa probleme, sjell në krahun tjetër ka mendën disa probleme të tjera, nuk është i rehatum, zemra e tij është e mushtuar. Edhe nëse Allahu azza wa jall me i dhon atij shumë pasuni prap, ai ka me mendu se është i varfën, se është i varfën në zemër. Nuk është i varfën në pasuni, por se është i varfën në zemër. Përkundrazi, ai personi tjetër, ai personi i devotshëm muslimani i cili i përkushtohet Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jall atij ja lehtëson çështjet. Ja lehtëson çështjet e dunjas. Nuk zhytet ai në hall, nuk zhytet ai në probleme. Sado probleme hall me pas zemra e tij është e qetë. Është e qetë me atë që Allahu azza wa jall i ka dhënë. Nëse atij Allahu azza wa jall i jep pak, ai thot elhamdulillah. Unë jam më mirë se shumë kush. Nëse atij Allahu azza wa jall i jep shumë, prap thot elhamdulillah. Edhe falënderimi i qoftë Allahut azza wa jall për atë që më ka dhënë mua. Manajna, lumturia më e madhe edhe më e rëndësishme, sepse kjo ka të bëjë me lumturinë qetësinë në këtë botë.
është në momentin kur muslimanit i vjen ejeli, kur i vjen shpirti me dalë. Një moment i cili ka me e shiju se cili prej nesh. Besimtarit e Allahut Azza wa Jall i vin me lajke e Allahut Azza wa Jall, i vin angjët e Allahut Subhanahu wa Ta'ala, në qoftë se ka kanë besimtar, thirret që thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, ayyatuha an-nafsu at-tayyiba, u di shpirt i mirë, kanat fil jasadi at-tayyib, që ishe në një trup të mirë, ukhruji hamida, dil e lavdrume, pra e lavdrume si pasojë e veprave të mira që ki bën në këtë dynja, wa abshiri bi rauhin wa rayhan, edhe përgëzoju me mëshirë edhe me rizq prej Allahut Azza wa Jall, wa rabbin ghayri ghadban, edhe me një Zot i cili nuk është i zemëruar me ty. E vazhdohet i thohet kjo fjalë derisa i merret shpirti, derisa meleku i vdekjes e merr atij person shpirt. Më mesia merr shpirtin, meleku i vdekjes këtij person e mbulon me një copë prej copave të xhennetit edhe e parfumues me një parfum prej parfumeve të xhennetit. Mandaj ky shpirt ngrihet për në qiell. Ngrihet për në qiell ndërkohë që era e tij i vjen shumë e mirë. Edhe nuk ka grup prej grupeve të melajkeve që janë në qiell vetëm se dojnë që me kalu përmes atij grupi, si pasojë e erës së mirë, parfumit të mirë që ka. Kur shkon për në qiellin e dunjas, kërkohet që me ju hap dera. Kërkohet që mu hap që me kalu. Edhe pyetet ma hadhihi rihatu at-tayyiba, çfarë është kjo erë e mirë, edhe i thuhet filani i biri filani. Edhe i thuhet marhaban bin nafsi at-tayyiba, mirë se erdhe u shpirt i mirë i thuhet. Edhe vazhdon kështu deri në qiellin e 7. Dhe pastaj urdhon Allahu Azza wa Jall që kjo shpirt me u ul edhe një herë në tokë. Dhe kur ulet në tokë, ai pyetet për 3 çështje për dy melajkeve, siç e dina, i thuhet man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk, kush është Zoti jot, cila është feja jote dhe kush është pejgamberi jot. Allahu Azza wa Jall e përforcon shpirtin e besimtarit një përgjigj pyetjeve të tyre me lajkeve, dhe thot Zoti jem është Allahu, feja jem është Islami dhe pejgamberi jem është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo duke u bazuar po ashtu në fjalën Allahut Azza wa Jall, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu Azza wa Jall i përforcon besimtarët e tij, ata që kanë besuar me fjalën e përforcuar të fortë në këtë botë dhe në botën tjetër. E masi pyetet dikush thret, thot sadaqa abdi, e thot të vërtetën robi jem. E thot të vërtetën robi jem, dhe i thohet fe efrishuhu min al-janna, shtrojni atij shtroje prej xhennetit, wa albisuhu min al-janna, edhe vesheni me rroba prej xhennetit, waftahu lahu baban ila al-janna, edhe hapini atij një derë prej dyrave të xhennetit. Edhe i hapet atij vorri i shpirtit besimtar, i hapet vorri atësa shef syni, edhe i paraqitet atij vendi i tij në xhennet, mjes edhe në darkë, ndërkohë që ky është në vorrin e tij. Edhe ky për gëzimit vonë që ka më thënë Rabbi aqimi s-sa'a. O Zoti më bëna që më noh dita e gjykimit, më noh kiameti, sepse ai e din se shpërblimi i Allahut Azza wa Jall që ka përgatit për robërit e tij në ditën e gjykimit, ka më kanë më i madh se sa ky shpërblim që ka momentalisht. Ai e din që në ditën e gjykimit me lajnë Allahut Azza wa Jall ka më kanë me atë grupin të cilët kanë të ndëruar me mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Se në ditën e gjykimit njerëzit ndahen në 2 grupe. Thot Allahu Azza wa Jall fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Një grup për në xhennet edhe një grup për në zjarr. Po ashtu Allahu Subhanahu wa Ta'ala thot minhum shaqiyyun wa sa'id, dhe ka prej atyre që kanë me kanë të dëshpëruar dhe ka prej atyre që kanë me kanë të gëzuar. Ky person shpreson që ka me kanë për atij grupit që kanë me kanë të fituar me mëshirën e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Ka me kanë për atyre siç thot Allahu Azza wa Jall wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dhe ka më kthy tek familja e tij i gëzuar, pra në ditën e gjykimit besimtari. E mandaj ka më fut në xhenetet Allahut Azza wa Jall. Sepse shpërblimet e Allahut në ditën e gjykimit për besimtarët e tij janë të mëdha. Në thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na tregon se Allahu Azza wa Jall ka thënë në një hadith qudsi, thot
A'dadtu li'ibadi as-salihin, kam përgatit për robërit e mi besimtar, ma la 'aynun ra'at, ato që nuk e ka pas syni, wala udhunun sami'at, edhe veshi nuk e ka dëgju, wala khatara ala qalbi bashar, edhe nuk e ka imagjinu mendja e njerit, nuk e ka imagjinu mendja e njerit. Shpërblimet Allahut Azza wa Jalla janë mëdha. Ashtë mëdha sa që e kina përmend përse ja vlen me rikujtu personi i fundit që futet në xhennet, që del nga xhehenami dhe futet në xhennetet e Allahut Azza wa Jalla. Një hadith të vogël të cilin transmeton Abdullah ibn Mas'udi, na tregohet se çfarë pozite të shpërblimit ka tek Allahu Azza wa Jalla. Imagjinoni sikur të kena tonë mirësitë e dunjos, qysh kur është kriju bota, qysh kur është kriju njerëzimi, qysh kur është kriju toka, e deri në shkatërimin e saj. Tonë të mirësi që gjenë me. Plus 10 fishin e këtyre mirësi. Kjo është grada dhe shpërblim që jep Allahu Azza wa Jall atij besimtarit me rangun më të vogël. Xhenet liut me rangun më të vogël. Na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të cilin transmeton Abdullah ibn Mas'udi, thotë me të vërtetë që unë e njoh atë personin e fundit që del nga xhehenami dhe hyn në xhennet. Del duke u zvarrit, sepse si pasojë e dënimit që ka provu në xhehenem, edhe Allahu Azza wa Jalla i thotë i person që shkon dhe hyn në xhennet. Ai shkon po i duket plot, dhe shkon i thotë Allahu Azza wa Jalla, o Zot, është plot. E kjo gjano 3 herë, e shkon edhe kthej 3 herë. Në herën e tretë Allahu subhanahu wa ta'ala i thotë këtij person, shko edhe për ty thotë se është dynjaja, pra shpërblim, dynjaja edhe 10 herë sa ka dynjaja. E ky person habitet edhe thotë, o Zot, je duke qesh me mua ndërkohë ti je mbreti, pra i ton gjithësisë që ka në të. Edhe thotë Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, Allahu të qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qeshi derisa ju duken edhe mballet. Pra kjo është pozita e njeriu më të ulët në xhenet, me gradën me pozitën më të ulët, pra sa dynjaja edhe sa ka në të, edhe 10 herë sa po dynjaja. E pra kjo është xheneti, vendi i kënaqësisë së besimtarit dhe i lumturisë për robërit e Allahut që kanë ecë me bindjen e tina jetën e tyre. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Xhamati nderu, ky është xheneti, por se ky xhenet, siç e dina, nuk fitohet me veprat tona. Me veprat tona nuk janë të mjaftueshme që na më arrijë xhenetet e Allahut Azza wa Jalla. Sepse xheneti sado që na të punojmë, të bëjmë vepra të mira, nuk arrim në xhenetin, sepse xheneti është më i madh. Deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç na tregon një hadith, kur ishte jetit me sahabët, i drejtohet sahabëve duke i thënë shokëve të tij: "Lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalihi." Asnjëri për ju nuk ka me hyrë në xhenet me anë të veprës së vet, me anë të punëve që ka vepruar. Qalu wala anta ya Rasulullah. I thanën, as ti o i dërgumi Allahut? Qala la. Tha jo, as unë, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Vetëm nëse Allahu Azza wa Jalla më përfshin mua me mëshirën e tij. Porse vepra që bëjmë na, është shkak për shkaqeve që na hyn në xhenetet e Allahut Azza wa Jalla, është shkak për shkaqeve që më na urrit pozita grada në xhenetet e Allahut Azza wa Jalla. Sepse ai person që Allahu subhanahu wa taala ja ka caktuar xhenetin, por se vepra e tij nuk është e mjaftueshme, siç ka ardhur në disa hadithe të sakta, Allahu subhanahu wa taala këtë rob e sprovon, i çon halle, probleme, e sprovon në jetë. Ky duron e falenderon Allahun, Allahu me anë të këtij sabri, durimit që ka bë, i arrit gradat edhe e çon atë pozitën se ku e ka shkruar për në xhenetet e Allahut Azza wa Jalla. E mirësitë e xhenetit nuk shuhen, nuk ka vdekje, janë të përjetshme. Kjo është për mëshirë se Allahu subhanahu wa taala. Masi i jeton të mirë Allahu Azza wa Jalla robit e tij besimtar në xhenetet e tij, ai i jep edhe një mirësi tjetër më të madhe.
U thot Allahu Azza wa Jall, lahum ma yasha'una fiha, ato kanë në xhenet çfarë dojnë për besimtarët, waladayna mazid, dhe na kena një mirësi tjetër shtesë më të madhe, e cila është shikimi i Allahut Azza wa Jall në botën tjetër. E shohin Allahun Azza wa Jall, kjo është mirësia më e madhe që i jep Allahu Azza wa Jall besimtarëve të tij. Pra lumturia e vërtet në këtë botë dhe në botën tjetër është me anë të devotshmërisë dhe me vepra të mira të cilat e kënaqin Allahun Azza wa Jall. Një prej dietarëve, Ibn Jauzi, Allahu e mëshiroft, ka thënë me të vërtet që vështirësia e bindjes ndaj Allahut Azza wa Jall largohet, sepse me të vërtet që adhurimi e ka vështirësinë. Nuk është e lehtë më që në 5 të mjesit me prish gjumin edhe me fal namazin për hir të Allahut Azza wa Jall. Ka vështirësi. Me të vërtet që vështirësia e adhurimit largohet edhe mbetet shpërblimi. Ndërsa vazhdon e thot, knatësia e gjunahit e mëkatit largohet, se ikë e shuhet në barak, ndërsa dënimi i tij mbetet, thot Ibn al-Jauzi, Allahu mëshiroft. Sa do vepra të cilat nuk e kënaqin Allahun Azza wa Jall me vepru njeriu, sa do shumë harame me bë për me e kënaqur nefsin e tij, nëse na dona me i barazu me një hymje edhe dalje në xhenem. E fut Allahu Azza wa Jalla dhe nxjerr prej xhenemit, jo i fshin të gjitha këto të knatësi që ai ka për jetu në këtë dynjë. Dhe po ashtu e kundërta. Nëse besimtari i Allahut Azza wa Jalla lohet në këtë botë, duke adhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala, i vin hallë probleme sprova. Në ditën e gjykimit, vetëm nëse futet dhe nxjerret prej xhenetit, i harron tëra problemet. Vetëm nëse futet dhe nxjerret, jo me kanë i përjetshëm, vetëm futja e nxjerrja e bën që me e harron komplet tanta hall dhe probleme që i ka kaluar në dynjë. Që duke u bazuar në hadith që profeti sallallahu alaihi wasallam na ka thënë, ku sa që merret në ditën e gjykimit njeriu më fatkeq, njeriu më me hall, më me probleme, por se është prej xhenetlive. Është prej xhenetlive. Merret edhe futet në xhenet dhe nxirret, vetëm futet edhe nxirret. Edhe pyetet, a ke pas ndonjëherë hall probleme? Në dynjë e thot, pasha Allahu s'kam pas, kur s'kam pa keq. Kurse në krahun tjetër, merret njeriu që ka pas mira të më të mëdha në këtë botë. Edhe ka kanë mosbesimtar, nuk e ka besuar Allahun Azza wa Jall. Ka përjetuar për të mirave më të mëdha, por se është shkruar me kanë për banorët e xhenemit ky person. Merret edhe futet në xhenem dhe nxirret, vetëm futet edhe nxirret. Edhe pyetet, a ke pa ndonjëherë ndonjë hajër, ndonjë të mirë në dynjë? Thotë kjo kur s'kam pa të mirë. I harron tona të mira që i ka pa. Prandaj muslimani duhet që me pas parasysh mos me kenë i hutum kundrejt bindjes së Allahut Azza wa Jall, kundrejt largimit nga çaqit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Njeriu luhet në dynjë. Ndoshta disa prej nesh i veprojnë disa prej harameve të Allahut Azza wa Jall, binë në disa çaqe që nuk duhet me ra, ose nuk i veprojnë disa prej urdhnave të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe po ashtu neglizhojnë ndoshta në disa çështje mallore që nuk duhet me neglizhu. Kurse muslimani duhet me e ditë, besimtari duhet me e ditë, që nëse kërkon lumturinë në vetvete, nëse kërkon lumturinë në shtëpinë e tij, nëse don me i largu problemet për familjes së tij, nëse don me i përmirësu fëmijët që i ka te shtëpia, ai nëse don me rregullu shoqërinë që ka përreth, nëse don me rregullu vendin e vet, nëse don me jetu i qetë, me jetë të qetë, pa zemrën e qetë, me vdekje të mirë si musliman, edhe me u ringjall me një ringjallje të mirë duke përfituar shpërblimet e Allahut Azza wa Jall, dhe të kapet për devotshmëri, dhe të kapet për veprat e mira kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të përqet fort. Sepse kjo është prej mirësive më të mëdha që Allahu Azza wa Jall mund me i barris muslimanit devotshmëria. Mandaj vijnë ato mirësitë e tjera. Në përfundim e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta, që me na mbush jetën tonë me vepra të mira, më na vro prej robërve të tij të devotshëm, me na largu ne
edhe vendin ton të keqen dhe me na largu prej të njerëzve të këqij. Me na bë rrugtimin ton drejt së mirës në këtë botë derisa të takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala.